Kurse Zoti e ktheu lumin Nil në gjak, Izraelitët ishin bllokuar në skllavëri duke kërkuar ndihmë me ulërim. Zoti dërgoi Mojsiun për t'i dhënë faraonit një urdhër: "Lëre popullin tim të ikë." Por faraoni ngurcoi zemrën e tij. Ai refuzoi ta dëgjonte, duke besuar se ishte i paprekshëm. Kështu Zoti dërgoi një gjykim mbi tokë. Aroni ngriti bastunin e tij dhe goditi Nili. Menjëherë lumi u shndrrua në gjak të trashë dhe të kuq. Peshqit ngordhën dhe një erë të mërshme mbushi ajrin. Nuk ishte vetëm lumi, edhe uji në enet prej druri dhe qypat prej guri u bëj kuq. Njerëzit gërmonin në balë të dëshpëruar për një pikë uji të freskët. Kjo vërtetoi se faraoni nuk kishte vërtet kontroll. Zoti e ktheu forcën e tyre më të madhe në dobësi për të treguar se ai është mbreti i vërtet. Gjërat tek të cilat mbështeten më shumë janë në fakt në duart e Zotit. A mendoni se vështirësitë në jetë vijnë si ndëshkim apo si një mënyrë për të hapur sytë? Më shkruaj më poshtë. Zoti të bekoft. Nëse kjo video të foli, bëj follow, ndoshta Zoti do të thotë diçka përmes këtyre videove të shkurtra.